Ekzistojnë dhe ambiente të paraburgimit, në cilat ne sistemojmë të paraburgosurit derisa të vinë ekzekutimi i vendimit penal i formës së prerë nga gjykata, të cilën e bie prokuroria, domethënë është ngarkuar prokuroria për të. Duke qenë se paraburgimet deri para disa vitesh kanë qenë pjesë e policisë së shtetit, cila është marrëdhënia që keni me institucionet e policisë? Shteti, shoqëria zhvillohet, sigurisht ne kemi pretenduar, apo ndërkohë që unë jam emëruar në këtë detyrë, kam gjetur një lloj përgjegjësie të jashtëzakonshme për raportet midis institucioneve, po dhe për raportet e vetë institucionit me të akomoduarit, domethënë me personat që ne trajtojmë. Raporti ynë me policinë është i vendosur përgjithsisht në akte normative të cilat janë të miratuara midis dy institucioneve tona të rëndësishme, përfaqësuara nga Ministri i Drejtësisë dhe Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, për të cilat ne kemi qëndruar gjithmonë korrekt për të qenë, të thuash, në avangard të gjithë veprimtarisë që organizojmë në bazë të raporteve që përfaqësojmë të dy institucionet. Më parë, duke qenë që se ky është edhe ndryshimi që ka ndodhur në sistemin e burgjeve në Shqipëri. Më parë, kur burgjet ishin të varur nga Ministria e Brendshme, të linin për të dëshiruar, për arsye sepse ishin në një mënyrë për të ndëshkuar veprimtarinë e kaluar të një personi të caktuar. Nuk e them kriminale, se mund të jetë edhe me kundravate administrative, por kjo ishte si qëllim, ndëshkimi i autorit të veprës penale. Ndërkohë që me zhvillimin e shoqërisë shqiptare dhe edhe nga partnerët tanë ndërkombëtar, një veprimtari, po them, e shkëlqyer është bërë këto vite, domethënë sidomos pas vitit 2008 në sistemin e burgjeve në Shqipëri, i cili ka treguar përgjegjësi të lartë në kryerjen e detyrës dhe stabilizimin, sigurisë dhe edukimit. Kemi një, si thuash, aplikimi i metodologjive bashkëkohore ka bërë që sistemi menaxhimit në burgje të jetë, domethënë, një sistem tridimensional: siguri, edukim, integrim. Ç'do të thotë? Ne presim autorët e veprave të ndryshme, që në momentin e parë, problematika e parë e përballjes me ta është siguria. Për të, sistemi është i organizuar në masën 100% me kamera, në bazë të skemave të përcaktuara të ruajtjes së sigurisë, të cilat rehabilitohen, zhvillohen sipas praktikave e tjera. Por ndërkohë, kjo ka qenë pjesë e gjithë sistemit dhe më parë. E reja është edukimi, integrimi. Kësaj, domethënë, i është kushtuar një vëmendje tepër e veçantë nga sistemi i burgjeve, nga Ministria e Drejtësisë, por edhe nga qeveria shqiptare. Nëpërmjet programeve, fondeve të caktuara për këtë qëllim, është realizuar që për herë të parë, në vitin 2007 të vendoset psikologu në burgje, që ka qenë për mua ka qenë një hop cilësor, do të thoja, për sa i përket aktivitetit të përgjithshëm. Dhe ka dhënë rezultate të jashtëzakonshme, të papritura dhe të jashtëzakonshme, vendosja e psikologëve në burgje. Kalojmë tash nga një sistem në të cilin detoria e burgjeve shifej apo ushtronte funksionet e veta në raporte me përndëshkimin e dënuarve, të autorëve të veprave të ndryshme penal, në integrimin apo në edukimin dhe në integrimin e tyre, i përgatit në momentin që ata kryejnë dënimin e caktuar nga gjykatat shqiptare. I përgatit për të ardhmen, i përgatit që ata të mos jenë më autor të veprave të tjera, por të kuptojnë ose të ndjejnë, si thuash, edhe të fajt, edhe të përgjegjësisë për atë që ka shkuar, dhe të mos jetë më problematik për të ardhmen. Dhe kjo realizohet që të jeni të sigurt. Cilat janë procedurat që një institucion i edukimit ndjek për të pranuar një person i cili ka marrë një vendim të formës së prerë nga gjykata, apo
edhe të paraburgimit apo një person i cili është ende në gjykim. Këto i përcakton qartë ligji për trajtimin e të dënuarve të paraburgosurve në Shqipëri. Në kreun e tij të parë dhe në pjesën e tretë e ka të ndarë mënyrën e pritjes si organizohet dhe si funksionon. Edhe për interes të publikut, në çdo institucion ekziston një shërbim për të pranuar momentin të sapo ardhurit. Kështu që ai informohet nga ky grupim për rregullat me të cilat do të përballet nga ky moment, nga momenti i hyrjes e më pas në institucion. Domethënë, njihet përgjithsisht me gjithë veprimtarinë dhe rregulloren e përgjithshme të institucionit. Pjesa tjetër i takon vizitës mjekësore. Mjeku, domethënë që është përbërës edhe këtij grupi, kryen vizitën në bazë të kartelave mjekësore që mund të ketë më parë, domethënë i dënuari ose i sapo ardhuri, dhe mbi bazë të dhënave të tij gojore apo të karteles së tij krijohet një ide se çfarë profesion ky i sapo ardhur. Dhe në bazë të saj bëhet kartela e cila ka të gjitha të dhënat që përmbajnë gjithë elementet që përfaqëson i sapo ardhur. Dhe në bazë të asaj kartele përpillohet edhe vëzhgimi paraprakit të dënuarit dhe programet e trajtimit individual të tij. Kjo është pak a shumë mënyra, domethënë, e pritjes së sapo ardhurit. Pak më parë na tha që në 2007 për herë të parë hyrë psikologu. Mund ta shpjegoni pak rolin e psikologut në një ambient të tillë? Ajo që ju e quajtë të risi, unë e thash pak me përdorar hiperbolën, një hop cilësor, po vërtet është kështu. Për arsye sepse terapia që psikologët realizojnë në përburgje ka pasur një vlerë të jashtëzakonshme, për arsye sepse ka arritur që në personat të veçantë të cilët kanë, sepse duhet të dini një gjë që çdo kush që vjen këtu në këtë institucion ka një të kaluar problematike. Problemi ka të bëjë me të gjitha, me inatin, me stresin, me mënyrën se si nuk mund të integrohen dot, apo se çfarë mund të bëjmë ne për të reintegruar, domethënë cilësitë e tyre psiqike, fizike, përdorimi i substancave të ndaluara, e të atëra që sjellin sigurisht rregullime psikologjike. Kështu që puna e madhe që bëjmë psikologët konsiston në rehabilitimin psikik përgjithsisht, në trajtimin e përmbajtjen e inatit dhe mënyrën e të parit të shoqërizimit të njëri tjetrit. Shërbimi shëndetësor ne në fakt e kemi pak problem, me thënë vërtetën, sepse duhet të themi vërtet si funksionon mekanizmi apo si funksionon institucioni, por nëpërmjet saj të bëjmë dije dhe opinionin dhe për problematikat që normalisht ekzistojnë. Mjekët tek ne punojnë shumë, realizohen orë të tëra pune në muaj, domethënë dhe i bie rreth, domethënë sipas çdo mjeku i cili kryen një funksion rreth 176-179 orë në muaj, një të dënuari i kushtohet rreth 10.9 orë në muaj vizitë mjekësore. Edhe kjo është një risi, është një vlerësim jashtëzakonshëm që bën institucioni Ministria e Drejtësisë, institucioni drejtorit të përgjithshëm, i cili i ka kushtuar një rëndësi të veçantë shërbimit shëndetësor, për arsye sepse ata të dënuar duhet të trajtohen njësoj siç trajtohen personat që nuk janë të ardhur në institucionet tona, po ne të tjerë. Është bërë dhe një me kërkesë të drejtorit të përgjithshëm të burgjeve, zoti Dibra, është bërë dhe një marrëveshje midis Ministrisë së Drejtësisë dhe asaj së Shëndetësisë për të rimbursuar ilaçet nëpërmjet recetave të cilat marrin të dënuari, për të rimbursuar nëpërmjet futjes së skemës në sigurimet shëndetësore.
Do të ne falim si thua mirësi dhe për të tjerët sepse për këtë jemi. Normalisht duhet me parë themun, edhe partnerët tanë ndërkombëtar apo kombëtar, institucione të ndryshme. Është një vlerë e personalitetit të njeriut kjo. Nuk konsiston thjesht në bërjen e detyrës, po shkojmë tetor në punë të bëjmë këtë sepse duhet bërë kjo etj. Kjo është vlerë që e përfaqëson njerëz të rrallë dhe sidomos drejtuesit. Nëse drejtuesit janë të këtij formati, pjesa tjetër e punës është pak më e thjeshtë. Domethënë transmetohet. Kalojmë në një pjesë tjetër të intervistës tonë tek ndihma që ka dhënë ndërkombëtarët, Bashkimi Evropian, Komiteti Evropian në lidhje me modernizimin dhe se të thuash ndërtimin e institucioneve të reja. Ne kemi pas një avantazh të madh për arsye sepse partnerët tanë ndërkombëtar janë shumë të interesuar për sistemin e burgjeve në Shqipëri. Dhe për këtë janë organizuar konferenca të tëra, janë organizuar takime të shpeshta, trajnime të përhershme të çdo muaj me stafin, me njerëzit, me drejtuesit, brenda vendit apo jashtë vendit to. Dhe puna e partnerëve tanë ka qenë në masën më të madhe të mundshme, ose më të mirë të mundshme, si mund ta themi, për të realizuar dhe ata qëllimin e tyre për të na bërë dhe ne përgjegjës për atë që jemi duke kryer. Normalisht vlera e tyre nuk paraqitet vetëm në në pjesën që sapo thash për trajnimet apo për të na bërë të përgjegjshëm. Gjëja më me vlerë është ndërtimi i burgjeve të reja, institucioneve të reja të burgjeve në gjithë Republikën. Investimet e mëdha të Bashkimit Evropian me qeverinë shqiptare kanë konsistuar në ndërtimin e institucioneve të reja, për ta ulur akoma dhe më tej mbi popullimin dhe për të krijuar tash, se mbi popullimin nuk është më një problem, për të krijuar tashmë kushte sa më normale, sepse qeveria shqiptare është shumë interesuar për arsye sepse edhe marrëveshja stabilizim asociimit ka detyrime për qeverinë shqiptare në këto raporte, të cilat ne ndjekim hap pas hapi në zhvillimin e tyre dhe përfaqësimin normalisht, domethënë sepse kemi krijuar dhe brenda institucionit tonë një organizëm të vogël, le të themi, i cili merret përgjithsisht me ndërtimin e këtyre politikave dhe strategjinë e detyrisë së përgjithshme të burgjeve për vit pas viti, afat mesëm dhe afat gjatë. Kështu që në këtë kontekst burgu i Fierit që është do të jetë rreth 170 persona, është një investim rreth 2 miliardë 500 milion euro e qeverisë shqiptare dhe Bashkimit Evropian. Burgu i Elbasanit do të jetë rreth 70 apo 80 persona, është një investim rreth 740 milion euro. Burgu i Beratit që edhe ai është rreth 120 persona, do të akomodohen aty. Edhe ai është një investim rreth 840 milion euro. Kështu që programet me partnerët tanë janë në nivele shumë të kënaqshme. Edhe jam shumë i sigurt që brenda vitit 2014, 2013-2014 do të shikoni një sistem ndryshe të burgjeve dhe nga ky që është sot. Është pothuajse në avangard të gjitha institucioneve të administratës së shtetit shqiptar. Ka një vlerë përgjegjëshmërie që nga drejtuesi kryesor dhe ai e përcjell pastaj këtë përgjegjëshmëri në të gjithë sektorët e tjerë. Dhe përmbi të gjitha në gjithë veprimtaria e punës që bëhet në institucione, ne kemi dhënë mundësinë të dënuarve që punimet e tyre ti shesin dhe të ardhurat ti mbajnë vetë. Këto kurse profesionale janë të gjitha të certifikuara nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale. Në një vështrim të përgjithshëm bëhet një punë vërtet e lavdërueshme.